luajtur. Edhe njërë të theksojmë për 2 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, por edhe ndeshje pamirësie për familjet e përmbytura në Shkodër. Atëherë, ishtë interesant do tjetë se si do të luajnë futbollistët e Kosovës të cilët nuk e kanë pasur mundësinë e grumbullimit të shpeshtë, që është e vërtet Albert Bunjaku i ka për 2-3 grumbullime, por me një pjesë tjetër të futbollistëve, dhe në mesin e këtyre futbollistëve të cilët sot do të luajnë për Kosovën janë edhe nga Suedia, edhe nga Finlanda. Mendoj që kjo do të ketë një vështirësi të madhe për selektorin e Kosovës, pasi që edhe pse i nje këta lojtar përsa afërmi, por mendoj që s'ka pas një grumbullim 5 ditorë ose 7 ditorë, siç e bëjnë reputacionet e tjera ose kontaret e tjera para një ndeshje, pa marrë parasysh a është ajo ndeshje miqësore apo kampionale, por mendoj që të dyja skuadrat do të shfaqin një lojë të mirë. Tusha dhe Hymni Kombëtar. Një dëshirë dhe një qëllim, të gjitha ti duke u betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve që i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdes i një dëshmor. Prej lufteve që i largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdes i një dëshmor. Dhe goditje e parë nga këndi për skuadrën e Shqipërisë. Shikojeni pra goditjen e fuqishme të futbollistit të Bakaj, në fakt. Dhe Shenin. Ma në fund ja doli skuadra shqiptare Shenoj fitore. Është jashtëzakonisht mund të them që krosoi Ditmar shumë. Bicaj Ditmar Bicaj është gollshënues, është antari i Tiranës, i cili ka ardhur këtë sezon në klubin futbollistik Tirana dhe mund të them se është njëri ndër stoperët më të mirë. Fare të harruar atje në krahun e djathtë. Dhe Zabërgja bukur dhe 1-1. Bukur dhe 1-1, nuk ka tjetër Zabërgja. Është merit e tij që futbollisti i Kosovës shënoi gol. Shmetim Hasani për të barazuar rezultatin në minutën e 20 të ndeshjes. Shikojni pra Zabërgja këtu se si e shmang Arjan Pishën i cili gaboj. Dhe bukur ndërhyn atje Shmetim Hasani për të shënuar gol. Dyshë ka kjo Shmetim Hasani luan në Kalmar të Suedis, prandaj edhe po shihet përvojë atij duke përcjell me shumë përkushtim Zabërgjën, që gjithsesi është më i merituari që Kosova barazoi rezultatin në 1-1. Kjo është Bakaj dhe Gjeraj. Do t'jetë penalti, nuk heziton ta bëj këtë gjyqtari për Parim Hasani dhe prim mendoj ti i drejt, sepse Gjeraj me ngutë dhe në mënyrë të pakontrolluar ndërhyrje ndaj futbollistit shqiptar dhe janë në minutën e 30 të ndeshjes penalti për skuadrën e Shqipërisë. Një aksion që nuk premtoi shumë, por pasi që portieri i kombëtarës shqiptare me njerë e Pajlis Bakën, që ishte në depërtim e sipër, ai me një pasim jashtëzakonisht të mirë të Gjergji Muzaka, i cili një cilitari shpejt, atëherë Robert Gjeraj me një ndërhyrje të palijueshme se litari fundit. Atëherë të shohim. Dhe Shenin i Gjergji Muzakës në minutën e 30 të ndeshjes, rezultati 2-1 në të mirë të ekipit të Shqipërisë. Shikojeni Muzakën mjaft të sigurt, ani pse hidhet atje Mushica në kand, megjithatë goditje e fortë dhe e përballoi Mushicën për shënuar golin e dytë për skuadrën e Shqipërisë. Një lojtar jashtëzakonisht i mirë, mund të them se kam
pas edhe si lejtar që kanë qenë si zëvendës trajneri klubit futbollit të Tiranës. Në zonë, dhe bërë topi jashtë saj, mundësi e madhe për Gjuajt dhe spektakolar gol. Po cili ishte ky që Gjuajt i kaq të fuqishëm dhe barazoi rezultatin në minutën e 30 të ndeshjes? Duga Xhingashi. Duga Xhingashi barazon rezultatin në minutën e 30 të gjysmë lojës së dytë me gol jashtëzakonisht të bukur. Shikojeni edhe njerë. Shikojeni edhe njerë mrekullin. Do thëja mrekullin sepse distance largët, shëlmim me kohë topit, shikojeni, dhe nuk mund të bëj asgjë, as Moçka e as ndonjë portier tjetër. Baras rezultati 2-2 në stadiumin e kryeqytetit të Kosovës. 2-2 në këtë ndeshje. Në zonë dhe rrezik shumë i madh për dhe gol. Dhe gol, me gjithat e fiton reprezentacioni i Shqipërisë. Pas Me një golin të cilin e shënoi unë e ceka edhe njerë më përpara se reprezentacioni ose kombëtarja e Shqipërisë janë mjaft të rrezikshëm në ndërpremje, edhe njerë pam në minutën e fundit ku gaboj mbrojtja vija e fundit e për të seleksionit pasur të edhe pak Kosovës. gabim portieri. Pak portieri, pak lejtarët central të mbrojtjes dhe kështu përfundoi aksioni në fund me gol që mund të them se rezultati baras kishte qenë si rezultat Ma real, a? më reali për këtë ndeshje. Për këtë ndeshje dhe që t'jenë të dy palë të Të gëzuar, si të kënaqur. qoftë. Të gëzuar janë edhe futbollistët e Kosovës që luajtën sot me Shqipëri. Të gëzuar duhet të jenë edhe futbollistët e Shqipërisë që shënuan fitore, që na dhanë mundësinë që sot t'i shohim këtu në vepër, duke luajtur në këtë ndeshje bamirësie, në këtë ndeshje e cila organizua për ndërte Mund të them Pavarësisht se që kombëtarja e Shqipërisë golin e lojtarët shënoi që kanë luajtur- Bekim Bala, Bale, antari vllaznisë së Shkodrës. minutën e 92.